afirmimin për çka je. Jo herë me kthy si municioni opozitës, herë si municioni vetëvendosjes. Edhe diçka që më duket shumë interesante, Leo, është kur PSD-ja e akuzon dikon për koherencë edhe konsistencë. Kjo adem është edhe për demokraci, për autoritarizëm. Praktikat më prakshta, antidemokratike. Edhe kemi kohë në debatit veç një orë. Praktikat më antidemokratike në vetëvendosje i kanë instaluar. Unë mlefin e durimit se këtu ka histori, ama nëse ka pyetje le të readreson, nëse ka mlef, studio televizive durimi është më shpesh këtu. Jeva më pak. Kështu që durim nëse ki pyetja, jemi në fushat, unë e Leos për ja kërkoj, mirësisht, nëse ki konstatime durim, nëse ki mlef, nëse ki probleme PSD-n, ti je shumë shpesh këto. Ama PSD-ja e ka lyp hapësirën PSD-ja. Une nuk jam të qitë profil ty. Nuk jam të qitë profil ty. Une kom nevoj me full për do qështje që jo marë se jo me më fushat. Nëse ti vendos 10 minuta me bo vish konstatim, o heq, unë s'kom problem heq me që atua dore. O heq, fare. Vish kom qef, me qenë se e kemi vish edhe 30 minuta të hapësirës televizive, pyetjet nëse i ki, po konstatimet për çdonat e japti këto. Bilen këtë studio flitet mas shumë t'i kundër PSD-s, kur s'jemi na këtu, e sot nuk kam nevojë me fol me qytetarin. Unë jam këtu me fol me qytetarin. Po duhet që shërbet, që jo përdorni ata. Na nuk kemi kur zho këtu për strategjie, na kemi një ide në kuadër tani e fusim edhe. Përdojmë edhe na, në kalëzut që është ideja. O shumë e thjeshtë. Juve komplikoni, për shka komplikoni ju e dini ma mirëson. Po shumë e thjeshtë. Qa për lypim na, unë personalisht dhe PSD-ja, me na votu me shku Parlament të Kosovës, me punu për interesin e popullit Kosovës edhe Republikës që na kem kriju. Na nuk jemi demokraci, na jemi Republikë kushtetuese parlamentare. Parlamenti i krijon gjitha ligjet, gjithë shka buran për i parlamentit. Qofse qytetarët, edhe ti duhem me nënë se është mirë, se do të më shku në parlament, dikush që s'ka pas rogë kur që në shku me vetëvendosjen, edhe kur kanë vetë ku e ki konto në bankë, s'kom konto, votoni, nuk kem problem. Na po thojmë, na keme shku në parlament, nuk kemi aqillu gjithmonë, keme bona i gabem, hen bofshim gabem keme li falje. Na bindni si jem gabem, falje. Po keme shku në parlament, e më konë aktiv, jo 99%, 100%, më konë aktiv në debate, në gjaftim të ligjeve, në përcaktim të ligjeve, në votim të ligjeve, kemi me konë aktiv në tana sferat e politik bamis në Kosovë. Kemi me i prezentu vullnetin e atyne që na qojnë parlament njërën matë mirë që dim. Që se s'dim mirë, hajde kalzonani. Thuni që tujni ka boni keq. Ose tjetër nëherë, vetëvendosja ku ka shku në parlament, parë nëherë unë jëm kontë, po tëtë, ma i dyti ma i votu mas Albinit. Une asë një provoj politike s'kom pasë. Jëm konë kull magji e marë për Amerikë. Arsimtari matematikës Kosovë, kull magji në Amerikë. I kom nigu njerës. Në ardhë, kanë thonë, loj këshilar. Do i kom nigu, kanë pas mirë, Leo. S'kom dit, kanë mësu. Do e në ardhë me mështime, përfitu. Edhe ata, jenë mundu me mashtu dëmë, kanë mashtu dojo. Ku jetë deputet, të më konë aktiv, Leo. Ka peso kriju parlamenti Kosovës. Është degradimi, trajektura e degradimit është ka shkon shumë shpejt, Leo. Do të munal. Parlamenti parë konë maj miri. Dalën për luftët, djegun e të pjekun. E të përqam dhe në fund, do e dhe në vrasje. E kem qitë parlamentin më të mirë, me doktorat shkenca, me doktor, me njerëz të edukatës, të kulturës, patriotizmit, luftës. Parlamentin më të mirë e kem qitë mas lufte. Pse tash, çdo ditë e degradojmë parlamentin? Ku është faj? Tonë kemi faj. Edhe unë kom faj, si jam ik për vetëvendosje, si më shku në Amerikë, si jam lodhë për politike, s'kom pas ambicje politike, edhe faj jam është. Tonë kem përgjithësi. Nuk mundëm dikon me amnestu e dikon me akuzu. Po fajnë më të madhën e ka kryeministri. A është fajtori kryesor pse kem degradu në këtë mas. A e ka fajnë, primatin e fajt e ka kryeministri. Tonë kem faj. Si të filloj me amnestu dikon, na atër nuk mundëm me dalë për kësaj krizi. Qa po lypim është? Me gjetë një parlament, me kryu një parlament. Leo, një katon i Kosovës, një katon i Kosovës ta qetë një parlament më të mirë. Merë një katon mesatar, me njerëz burra agra, që i ka në katon, në Prishtinë, në diasporë, ku janë, mas ta qitë një parlament më të mirë, se që kërë mrami që konë me jetë garantanë Fener Krasniqi. Me zgjidh njerëz çaj katon, unë më në qëtaj më shku, ti qënë 110
shqiptarë në parlament me prezentu Kosovën më mirë. Kjo është tërb, bre Leo. Është tërb. Është degradim i krejt sistemit shoqëror. Jemi republikë parlamentare. Çojmë njerëz në parlament 4 vjet një fjalë se fol. Shkon në nënshkruan aty, me marr me ditën në komisione parlamentare, Leo. Çfarë i rrin gati? Që tonë vinë me nënshkru. Unë gati jam rreh me ta mos milion me nënshkru në komision të amin. Veshin me kontribu, kemi marrë 50 euro. Kjo du të mundon, Leo. Krejt shka i që shjetojmë na burojnë për parlamentit. Tonë jem fajtor. Du të më ullë me folë mirë konstruktive. Qka mundë me bon, me të vendosja qëllëmisht të ka helmuin. Mësë me lonë njerës nërshë me inë politik. Po musën nalin. Fymë një satë dani, shamë një satë dani. Edhe me më vra, nalli. Po me më rej, qëtash me më rej, s'nalin. S'nalna une. S'nalna se kem vujt shumë, Leo, për këtë republik. Me breza. Nuk është veç ky brez. Me breza kem vujt. Mrekulli, kem bo Republikën Midis Evrope. Kur 50 milion s'kanë shtet. 1 milion e gjys. E kem bo me vujtje, me gjak. Tash dojmë me Alon Albin kujt mu thallë me neve. Nuk ja lojmë, bre Leo, nuk ja lojmë. Me Albin po kukuj. Jo, përgjigja është jo. S'ka. Helmon e ujt, helmon e bukën, çfarë doni po se lojmë. Jo. Na kemi shku në parlament, kemi prezentu popullin e Kosovës. Kemi qenë aktiv, kemi parlamentari ka shumë fuqi. Njerëz të rëndom nuk e kuptojnë sa e fuqishëm parlamentari. Mundesh me hinë çdo institucion me lyp llogaridhanie. Sa herë kanë shku njerëz e opozicës që na keni rënë çapi akuzoni. Viç prishën me vetin kafe gjithë ditën, Leo. Sa herë të del një njeri PDK-s, o i vendosjes, o të kallzon se o shku në institucion financiar, o ekzekutiv ka lyp llogari, ju ka shku te dera. Parlamentari mund më shkuen në ketë se gjithkohë me lyp llogari. Nuk shkojnë, Leo. Ligji në rregull, njerëz nuk kanë rregull. Kjo du të mundon, Leo. Leviç, prap me vazhdu që atë kojla durimi. Bëjmë pyetje më shumë. Pyetja shumë e thjeshtë, se strategjia PSD-s, duke u perceptu mjaftueshëm dhe për këtë gjatë si anti-VV, nuk i ka mjaftu, ka thonë a di çka po bëjmë tash. Tash një herë kundër VV, tash po bëhemi dy herë kundër. Kundër VV-s dhe kundër opozitës. Po kjo, këta unë një qëllim e kanë arritë, se po e shoh, vizibilitetin e konë shumë të naltë, për shkak që tha edhe durimi, po përdorën shumë, dhe më thonë, figurat e PSD-s, si sulme ndaj opozitës, dhe me hinë një lloj trafiku kështu organik të rrjeteve sociale. Apo po merren edhe me analista. Po, me krejt që ajo të krijon vizibilitet. Tash ai bjen vot, ajo metet më po. Ama, kur jeti veç kundër VV-s, e mandej kundër opozitës, e nuk më rrin me kallëzu për çka jeti, që kjo unë besoj që ka elektorat, e ka pjesë të shoqënisë që jenë lodh, e janë të dëshpëruar, e janë të frustruar.